Vajzat dhe gratë po vazhdojnë të jenë viktimat më të shpeshta të dhunës në familje, ngacmimeve, sulmeve seksuale e dhunimeve. Këto raste bëhen edhe më të tmerrshme kur viktima janë vajzat e mitura, nën moshën 18 vjeçare. Një rast shumë i rënd i abuzimit seksual është raportuar së fundmi në Gjakov, ku një vajzë me aftësi të kufizuara mendore është shfrytzuar seksualisht dhe tani është në muajin e 5 të shtatzanisë. Burimet e sinjalit kanë bërë me dije se rasti është denoncuar nga babai i viktimës, i cili është paraqitur në stacionin policor së bashku me vajzën e tij, duke deklaruar se ajo është shfrytzuar seksualisht nga një i mitur, rreth 16 vjeçar. Sipas burimeve nga policia, përpos viktimës edhe i dyshuari është me aftësi të kufizuara mendore. Njësia rajonale e hetimeve po merret me rastin, ndërsa për këtë është njoftuar edhe prokurori për krime të rënda. Me udhëzimin e tij, rasti do të trajtohet në procedurë të rregullt. Hetimet për këtë rast të ndjeshëm po vazhdojnë.